Po du me dalë të një kategori të cilet nashta jo me të pyet, po nashta më shumë ju drejtu me një mesazh se ka persona që gjenë pretekste arsyetime të ndryshme e kisha agjëru po orarin e punës e kam përpërshtatshëm, e kisha agjëru po pa ujë e kam shumë zor, arsye të tilla. Qysh i kishe motivu qëta njerës që janë të gatshëm me provu edhe me janis praktikimin e muajit të shenjtë Ramazanit agjërimin, po i kanë disa pengesa që ata i shohin si pengesa. Këto janë shumë pengesa të lehta, apo të përballueshme, apo të kalueshme. Mu nuk më lejohet ashtu me... Po me motivu të pak të... Nuk më lejohet me këthy në gjëna private, po na kemi njerëz, fatkeqësisht narkoman. Fatkeqësisht. Edhe ai ndihet keq, amo e agjëron. Është do me thonë i varur prej drogës. Fatkeqësisht. Edhe shumë prej tyre, sinqerisht po them, janë të elan. Edhe po thojnë, jam trajtu këtu e ato, po derisa kum vendos për Zotin, e kum pas shumë vështirë. Tash po më lehtësohen gjanat. Kemi pas alkooliqar kronik. Do me thonë, ai natën ditën shishen këtu e ka pas. Edhe ka mujt me elan edhe pa agjëron. Kemi njerëz që i ka pi deri në 15 asifar espresso të vogla. 15 ajo. Shumë. I varën. E në Ramazan kur pi pyeti, që për ndjej. Pse? Se këtu nuk do të me shikua forcën fizike, po forcën shpirtërore. Natën e parë, kur je zunë se fyll, te vendos i thu, o Zot, une do të agjëroj këtë Ramazan. Edhe ma konkretisht ditën e nesëme. Edhe këto po e bëj për ty, nuk e ki pa tjetër me thonë me gjuhë, me zemër. Kimi po ndryshimet, sepse po shifet njerëzit që të mosin, që thithin dohanin, që pin dohanin. Ka 3 pako i pin, e për pëstash, heq hosh mens të mbjerë, po qype vllati, masi s'po mundesh, po mundesh tash me lanë, pse s'po mundesh jashtë Ramazanit? Ja hosh, si djenë Bajrami, e ka një qasje tjetër. Se është ndihme e Zotit, është ndihme shpirtërore që Zotit a lehtëson. Jam në rartë punës, pa dhe në hoxhallarët jemi në rartë punës. Se po neve këtë menon që na jem badi havgji. Edhe thonë një hoxhallarët, veç po rreni, s'punani kurgjo, po tash nuk do të me marrën e lepatën edhe kazmen me dalat të xhamia me gropusës, së është ajo puna ime atë. Shumë e qartë. Edhe unë jam të punue, edhe ti je të punue, edhe sa kuptova para emision, ti agjerueshëm. Apo të pengon tash ti me bokit historien, ose këto intervistat, që do të thotë Ramazani nuk ka për badi havgjit. Po bile Ramazani, po njerëzit punëtor, njerëz të suksesshëm. Kështu që unë i këshilloj ata kudo që janë, e le ta marrin iftarin me veti. Iftari nuk është darka. Iftari janë ato hurmet, një shishe ujë apo një shishe lëng diçka langje, edhe në orët punës, po e zonë sonte është 17 e sa, është 50, ako e diun e sa. Si të dëgjosh e zonin, ose nëse s'dëgjohet e zonit, tash i kem telefonat e mençur. Si të bëhet 17:50, bismillah, në orët punës morë edhe pilot me qenë, sinqerisht po, pilot me qenë, po morë ti piloton atje, bismillah, eshtin, e merr ujin edhe vazhdon. Edhe konsumimi i hurmave çdo herë, po sidomos në Ramazan, shumë e baraspeshon, do të thonë, organizmin e brendshëm. Sepse ka ato kalorit e mjaftueshme dhe ato proteinet e mjaftueshme që gati thuj se nëse ti konsumon disa hurma, sikur një lloj shujtë është. Kështu që ju preferoj vëllezër dhe motrave që janë nëpër oraret të punës kohën e iftarit, të marrin hurmat me veti, të marrin ujë apo një lang, edhe kur far problemi, se vetë e praktikoj ato. Kur do me thonë jam këto afër xhamis, shkoj në xhami, thirrët e zani, zakonisht 3 hurma, një gjysmë shishe ujë, fali akshamin, bojmë do, këthena nga dalë shtëpi, se jam 1 kilometër për i xhamis, normal me makinë, edhe shkojnë shtëpi, ka dalë, hanë, edhe vazhdojnë, edhe këtë është në rregull.